Pas 80 vitesh më në fund një shqiptar arri në krye të Filharmonisë së Maqedonisë së Veriut. Mustafa Imeri është personi që ka thyer këtë barierë. Sot ai do të na tregojë çfarë sfidash e paragjykimesh ka kaluar për të ardhur deri këtu dhe si arriti të bëhet drejtor i parë shqiptar i këtij institucioni. Zotre Imeri, a mund të na tregu çysh ke arrit me u bë drejtar i Filharmonisë në Maqedoninë e Veriut? Si kam arrit, si që dini, për shkak se unë faktisht kam qenë jashtë institucionit, do të thotë kam punuar në vend tjetër, është hapur konkurs për drejtorët në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa edhe në konkursin jam emëruar faktisht drejtor me mandat 4 vjeçar, ndërsa kjo ka qenë mund të them një marrëveshje politike, të cilën kreu i Lëvizjes Demokratike do të lidhet me Xhiti, i cili është pjesë e koalicionit Vlen, ma besoi këtë vend për të udhëhequr Filharmoninë e Maqedonisë së Veriut. Cila ka qenë vështirësia më e madhe me arrit këtë pozitë? Po shihnin vështirësi, siç e dini pak kishte disa mund të them që ishin kundra nga pala maqedone. Thjesht ata u munduan për shkak se normalisht ky institucion vitin e kaluar ka pas ditëlindjen 80 vjetorin e themelimit dhe mbas 80 vjetëve, faktisht unë jam shqiptari i parë i cili ulem në këtë vend dhe si shqiptari i parë drejtoj këtë institucion. Që është një arritje realisht e madhe, edhe pse unë nuk dua shumë ta hiperbolizoj këtë vendim, për shkak se nuk jam njeri që nuk e njoh, jam njeri i profesionit muzikor, jam faktisht i kësaj lëmie dhe më duket se edhe për atë shkak edhe unë nuk kisha pse dikujt duheshte që ti referohem apo ti kthej përgjigje, thjesht puna ime këtu do ta dëshmon profesionalizmin tim si individ. Cilat kanë qenë ato fjalë paragjykuese para se me marrë ti këtë pozitë? Po shihni, ajo gjë mua momentalisht mua më ka ndodhur gjatë tërë jetës, për shkak se si t'ju them, unë kur kam filluar të studioj, faktisht mësoj muzikë në shkollën e mesme të muzikës, jam pjesë e paraleles të parë në gjuhën shqipe që është hapur në Tetov. Pastaj të thotë ajo ishte si lufta e parë ime, së bashku me gjithë ato në atë kohë. Pastaj kur u hap shkolla e mesme e muzikës në Shkup, unë isha kujdestari i parë dhe pastaj shef i katedrës i parë, ku udhëheqa 15 vite aty. Dhe kjo ishte një, si them, si lufta e tretë, mos ta them si luftë, po ishte një, më duket e panevojshme. Mbas gjithë ato viteve që të kemi prap biseda që s'do duhet shqiptari, edhe pse ne si shqiptar udhëheqim me shumë vende kyçe në shtet, ashtu që kjo ishte një e panevojshme nga ana tjetër, të cilën tash edhe mbas emërimit tim gati kanë kaluar 8 muaj dhe ata u bindën se ajo ka qenë shumë e panevojshme dhe tash mund të them se edhe vinë individualisht dhe kërkojnë falje. Mirë, po besoj që një fjalë ju kam ngel në mendje, ndonjë koment? Mu ma shumë ka prekur për shkak se për gjithë atyre gjërave që i kanë kontrolluar në Facebookun tim, nxorën për shembull fotografi ku kam kënduar ndarsën familjare timen te kushëriri im dhe deshin me një farë mënyre ta njollosin figurën time, po nuk arritën, edhe pse gjithë, mund të them se 80% e filharmonisë, jo këtu, po edhe në Kosovë dhe gjithkund shkojnë edhe në për dasma edhe në për ahengje të ndryshme, për shkak se arti s'ka nuk njeh kufi.
Në bazën profesionale është arritje shumë e madhe për mua, po është sistem edhe një përgjegjësi shumë e madhe, të cilën e kam pranuar me shumë elan, me shumë pozitivitet. Besoj se me programin që e sjellim për vitin e ardhshëm edhe vitet në vijim, do ta dëshmojmë se ne shqiptarët kemi, vetëm edhe shqiptarët, po edhe që një drejtor shqiptar mund të udhëheqë me shumë profesionalizëm këtë institucion. A ndjeni se po hapni rrugë për shqiptarët e tjerë në muzikë? Patjetër. Unë edhe princip për shkak se ju tregova kam qenë shef katedre prej fillimit të shkollës mesme të muzikës, unë flas për nxënësit apo tash ato që diplomojnë edhe që kryjnë muzikën, artistët e rinj. Unë veç më kam filluar t'ju ndihmoj për shkak se ajo është edhe faktikisht, mund të them, shkallëzimi i atyre, do të thotë nëse ne nuk ja zgjasim dorën atyre, ka të rrim nëpër këto në institucione si udhëheqës. Ajo është misioni im, edhe pse unë kam edhe nxënës të mi që tash momentalisht edhe janë punësuar edhe në opera, edhe në institucione tjera, besoj që do të punësohen edhe këtu në Filharmoni disa prej shqiptarëve që e meritojnë që të jenë pjesë e orkestrës filharmonike në Maqedoni. Pra, kjo lidhshmëri është e domosdoshme, do të thotë, unë edhe në shkollën e mesme të muzikës kam pas një mision timin, edhe këtu kam një mision, besoj se do t'ja arriti, nëse mbes për 4 vjet mandatin. Cili është mesazhi juaj për të rinjët shqiptar që duan të arrijnë pozita të larta edhe nëse marrin paragjykime? Të mos dorëzohen asnjëherë. Unë kam pasur shumë sfida në jetën profesionale timën, duke dashur të dëshmohem, edhe problemi ka qenë se duhet, ne kemi përgjegjësi si të dy fisht, për shkak se duhet të dëshmohemi edhe në publikun edhe njerëzit tanë shqiptar, po dëshmohemi edhe në palën maqedonase, që është një presion realisht i madh, po mos dorëzimi dhe nëse ke një farë ideali dhe nëse je i drejt, besoj se Zoti ju përcakton të gjithëve atë që e kanë të synuar.